Ju japim fjalën e nderit se nuk do ju shgënjejmë kur dhe asnjëherë, sepse vetëm Edi Rama dhe Partia Socialiste mendon për ardhmërinë, brendon për brezat e ardhshëm. Shqipëria që ne duam, është Shqipëria që ideoi ky burri këtu, Skënderbeu, Shqipëria europiane dhe vetëm europiane. Dhe ka vetëm një njeri dhe vetëm një forcë politike që mund ta bëjë realitet këtë ëndër. Është Edi Rama dhe është Partia Socialiste. Në Partinë Socialiste ishte kohë e shkuar pa u dëgjuar një gjysmë zëri kundërshtues ndaj Edi Ramës. Ai sot mban emrin Elisa Spiropali, të njëjtës që për të dje Edi Rama ishte Skënderbeu, ndërsa sot, pas ikjes nga e para e diplomacisë shqiptare, Edi Rama po e udhëheq partinë në drejtimin e gabuar. Piknisja e kapërcimit nga Edi Rama, një udhëheqës i respektuar në të gjithë botën, në thirrjen më përjashto, është vendimi për të munguar në votimin në parlament që nuk i hoqi imunitetin Belinda Pallukut. Ky është veç një referim kohor. Nga të zotët, nuk është shpjeguar arsyeja që solli të pretenduarën si krisje të marrëdhënies mes të dyve, dhe nëse qëndrimi për të mos i dalë kundër Spakut aceroi bashkëpunimin e tyre. E po aq, i pari socialistëve nuk e shtjelloi shkarkimin e shpejt të emëruarës së tij në krye të diplomacisë. Të njëjtit kod heshtje ju përmbajt edhe e shkarkuara. Zanafillën e ndodhis e di veç Edi Rama dhe Elisa Spiropali. Nga grumbullimet e socialistëve në pallat të brigadave, bisedat e rrjedhura në ligjërat të drejtë u mungon rrethana në të cilën janë zhvilluar. Ato mbeten veç disa fjali që përsëri nuk e shpjegojnë shkakun apo shkaktarin e ndodhis që zhvillohet prej javësh te socialistja. Edi Rama kontrollon çdo gjë, ne kemi të pamundur që të bëjmë një interpretim sepse duhet të jesh brenda mendjes së Edi Ramës për të kuptuar se çfarë. Ndoshta mundet që Edi Rama të shohë me leverdi një telenovel të tillë, sepse në fund fare mosmarrveshja me zonjën Spiropali nuk është në nivelin e një thrilleri, është në nivelin e një telenovele. Nëse thot gjëra konkrete, atëherë le t'i thot që Edi Rama ka bërë këtë, atëherë le të na i thot të probleme dhe atëherë mbi atë mund të gjykojmë ne si opinion publik. Por ne s'dim asnjë gjë. Në turbullirën e krijuar dhe që ende nuk mund t'i vendosim një emër, është një ngjarje që për nga dobia më shumë i përngjan një çështje partie se qeverisjes së Shqipërisë nga Edi Rama. Të lexosh se çfarë ndodh Partinë Socialiste është si thua është hellë shpall, sepse ne nuk e dim se për çfarë ka lindur sherri dhe nuk e dim se nëse sherri është i karakterit personal apo është i karakterit politik. Konteksti i përgjithshëm është që Partia Socialiste nuk është një parti politike ku njerëzit përplasen për arsye politike. Është një grup interesi ku njerëzit përplasen për interesa. Shenja kryesore e faktit që është grup interesi dhe jo parti politike është fakti që nuk ka debate për asgjë. Asnjë nga zyrtarët e Partisë Socialiste nuk kanë një opinion për asgjë. Komunikimi i gjithë partisë dhe gjithë qeverisë është i përqendruar te zyra e kryeministrit. Kryeministri e përdor këtë komunikim për interesat veta, jo për interesat partisë dhe jo për interesa publike, por për interesat e veta të ngushta. Është thjesht një reagim i një gruaje të inatosur dhe nuk ka as objekt, as subjekt, as ide, as bazë për të thënë që këtu ka një përplasje. Është një cicmic që bën Edi Rama me gjithë të vetët, duke patur parasysh gjithçka, çfarë ka dhënë dhe ka marrë. Fjala vjen çdo individ në parti, por në rastin konkret Elisa Spiropali, unë mendoj që i është borxhlie shumë Partisë Socialiste. Është e pamundur që ne të themi që zonja Spiropali është duke bërë një sherr për arsye parimore, nuk bie dakord me politikat e kryeministrit, apo është një sherr i rëndomt që ndodh në një grup interesi. Në këtë pikë mbrim domethënë që çfarë rëndësie ka kjo për publikun? Të gjithë
sidomos 2 legislaturat e fundit, janë fundja Borxhli vetëm një njeriu i cili quhet Edi Rama dhe bën çdo gjë në Partinë Socialiste. Elisa Spiropali është deputete e Partisë Socialiste prej vitit 2013. Para se të hynte në parlament, ajo ishte pjesë e mjaftit lëvizjes që i dha një ndihmë Edi Ramës në ikjen e Fatos Nanos. Ngjitjen e nisi në administratën publike, si drejtore e përgjithshme e doganave, më pas në qeveri, ministre shteti për marrëdhënien me parlamentin, në kuvend si krye parlamentare dhe deri para pak muajsh si krye diplomate. Në të gjitha detyrat e mbajtura, ish mjaftistja që u bë socialiste dhe që u shpërblye nga Edi Rama për besnikërinë e treguar, edhe me fjalë, është në një pozitë të ndryshme, atë të pakënaqurës. E njëjta Elisa Spiropali, që ndihmoi në shkruarjen e mendimit dhe qëndrimit ndryshe në parti, sot po shfaq disa grimca kundërshtie. Ajo, që ishte një nga oktavat më të larta në mbrojtje të partisë e qeverisë, i prezantohet popullit të Facebookut si një kritike ndaj udhëheqjes së Partisë Socialiste nga Edi Rama. Si thonë për atë mushën që gjuajnë me shkelm vetëm kur i heq tagjin, doli kur u hoq nga ministre e jashtme dhe kjo tregon jo vetëm mungesën e ideve, por tregon se sa e pamoralshme mund të ishte një lëvizje e iniciuar nga një veprim i tillë ku gjithçka është vetëm për arsye personale, jo për arsye të ideve apo për revolucionarizimin dhe përmirësimin e Partisë Socialiste. I takon publikut për të gjykuar se sa të besueshme është këtë ndryshim qëndrimi. Do të një njeri që ka ardhur në pushtet me Partinë Socialiste në vitin 2013. Gjatë kësaj kohe, si të gjithë zyrtarët socialistë, nuk ka pasur asnjë shqetësim dhe nuk ka parë asnjë problem. Nuk ka parë problemin e korrupsionit, nuk e ka parë problemin e mungesës demokracisë, nuk e ka parë problemin e dhunimit të votuesve nga administrata publike. Nuk e ka parë problemin e transformimit të procesit elektoral në një ushtrim dhunde nga pushteti drejt qytetarëve. Trazira nga Elisa Spiropali është folur si një përplasje parimesh që nuk synojnë të dëmtojnë partinë, por t'i shërbejnë asaj për t'u përmirësuar. Është duke diskutuar në mënyrë shumë enigmatike, me një gjuhë shumë të paqartë që nuk është një gjuhë politike, sepse në politikë diskutimi është, domethënë që njerëzit përpiqen të jenë sa më të qartë në komunikim. Në grupe interesi ose në organizata kriminale njerëzit komunikojnë me kode. Dhe në çastin që kemi përdorim kodesh dhe paqartësi totale se për çfarë është mosmarrveshja, qoftë politike, qoftë personale. Atëherë më fal, po është pak e vështirë që të marrim domethënë ta interpretojmë këtë si një çështje politike. Ajo çfarë Elisa Spiropali mendon se po vepron është e gjitha thjesht një tullumbace e kot, aq sa ajo jo vetëm nuk bën akuza konkrete, nuk guxoi as ti përmendte emrin kryeministit të Shqipërisë. Domethënë, është gati, ndoshta mund ta banalizoj, po si dy të dashuruar në Facebook, të cilët prishen dhe pastaj fillojnë me ato anatemat në Facebook, edhe ku njerëzit qohen dhe pyesin, po për kë kishe, kush të ka mërzitur ty, po ti sa e mirë je, kjo është e gjitha dhe që nuk ka të ardhme. Shqetësimi kryesor i zonjës Spiropali në të gjitha statuset e saj është Partia Socialiste. Nuk është Shqipëria, nuk është demokracia, nuk është drejtat e njerëzit, nuk është lufta kundër korrupsionit, nuk është integrimi evropian, ajo nuk ka asnjë agjendë tjetër përveç fiksimit të Partisë Socialiste që të mos ketë përçarje, sepse përçarja na dëmton pushtetin. Kjo është tipike e grupeve të interesit. Të drejtën për të ndryshuar e gëzon Elisa Spiropali dhe çdo socialist tjetër, edhe pse janë po aq fajtor për ndërtimin e një partie në thundrën e Edi Ramës. Ajo që e bën përpjekjen e saj, gjithnjë, nëse është e vërtet, është ndershmëria
me të cilën duhet të përballesh, dhe ajo është e shkuara. Elisa Spiropali I ka marrë gjithë shka që mund t'i merrte dikush partisë. Unë mendoj që Partia Socialiste ka dhe do të ketë individ shumë më të devotshëm dhe që kanë merituar shumë më tepër se sa zonja Spiropali, e cila pa ndoshta asnjë lloj kontributi ka ardhur në një institucion shumë të rëndësishëm, siç ishte drejtimi I doganave, ku paktën në atë kohë tregoshin edhe barsaleta të tilla, sikur Merlini, drejtor të përgjithshëm të doganës për 10 ditë, sepse siguroi jetesën e një brezi, e tjera. Besoj që në politikisht zonja Spiropali dhe shumë socialistë si zonja Spiropali nuk kanë lindur akoma. Pastaj normalisht që I kanë shërbyer Edi Ramës, pra ai sa Edi Rama ka pas nevojë për të dhe në këtë një pikë caktuar mbaron kjo histori. Grumbullime pas grumbullime të socialistëve në tryezën e shtrimit të detyrave për t'u përmbushur nga qeveria e partia në kuvend, në pallat të brigadave, asnjë socialist nuk është dëgjuar në të njëjtën frekuencë me atë të Elisa Spiropalit. Madje, mbështetja I erdhi nga ishët e partisë, që dikur e bërtitën më fort kundërshtin ndaj Edi Ramës, por ajo heshti. Kam dyshimin që kjo është një çështje karakterit personal dhe trajtohet si një çështje karakterit privat. Marrëdhëniet e brendshme të Partisë Socialiste, siç ka thënë dhe vetë kryeministri, janë çështje private të Partisë Socialiste, nuk janë çështje publike. Një grup interesi natyrisht që ka drejta të ketë marrëdhënie private. Në këtë pikë nuk është më parti politike, është grup interesi. Morali I gjithçkaje që thot zonja Spiropali në lidhje me Partinë Socialiste, me shtetin e tjera, është zero krahasimisht me moralin e dikujt që e thot duke mos pasur pozicion, duke qenë një antar I thjesht. Përderisa nuk ka bazë morale, kjo e zhvlerëson gjithçka dhe është thjesht një inat I cili duhet dërguar deri në fund dhe kaq. A është qëndrimi I socialistët Spiropali veç një fjalë ndryshe, apo është më shumë se kaq, një përpjekje për të përfshirë edhe të tjerë socialistë, nga brenda dhe jashtë partisë? Janë në dy kahë. E para që ka disa probleme dhe ata janë disa socialistë që I dinë problemet, por nuk janë të gatshëm që të krijojnë përplasje brenda partisë së tyre, dhe ka të tjerë që e thonë hapur troq, ke përfituar nga Partia Socialiste, ke qenë drejtoresh doganës, ke qenë në postët më të rëndësishme. Këto gjëra duhet t'i kishte thënë kur ke qenë aty. Dhe nëse do t'i kishte thënë kur ka qenë ministër, jam unë I pari dhe jemi të gjithë parë që do t'a kishim mbështetur, por e thënë në një formë të tillë nuk mbështetim këtë individ për arsye të moralit që përfaqëson. Nuk arrit të kuptoj se çfarë thot, sepse gjuha e saj është enigmatike, nuk është gjuhë politike. Zakonisht politika akuzohet dhe me të drejtë se I thjeshtozon gjërat, I bën tepër të thjeshta në përpjekje për të qenë qarta. Kur kjo nuk është e thjeshtë dhe nuk është e qartë, atëherë nuk e di nëse ankesat e saj janë ankesa se ajo ka një konflikt aktualisht apo janë ankesa parimore. Në fund fare, duhet me pas parasysh që Partia Socialiste sot ka akoma më pak demokraci të brendshme se sa ka pasur Partia e Punës. Është një parti në cilën nuk votohet, është një parti në cilën nuk debatohet, është një parti ku askush nuk ka të drejtën për opinion, askush nuk ka të drejtën e fjalës përveç Edi Ramës, nuk është më parti politike. E ka me kryetarin e qeverisë, pse e ka hequr nga ministri I jashtme. Kaq dim ne. Dhe këtu jemi tek pjesa amorale e gjithë kësaj, që nuk është as lëvizje, as program për ide, as mendim ndryshe I një grupi, është gjithçka për të thënë që unë isha, jam edhe pak edhe kaq. Partia Socialiste është një grup interesi dhe në grupin interesit është me jep të jap. Kështu që në këtë pikë domethënë nuk ka
më shumë politik shoh televizja e Salianit të Partia Demokratike sesa shoh të çfarë do lloj qefmbetje të një socialiste apo një tjetrit të Partia Socialiste. Në hidhje pritjet të përjashtoj më përjashto. Diferenca është se Elisa Spiropalit i mungon ajo që zotëron Edi Rama, pushtetin politik. Po t'isha unë kryetari Partisë Socialiste, nuk do të kisha pritur as ditën e sotme dhe 3 minuta pas statusit do të kisha mbledhur kryesinë e Partisë Socialiste dhe do ta kisha përjashtuar, sepse është gjithçka një sfidë ku është njeriu më i gabuar për t'ia bërë Edi Ramës. Edi Rama i ka të gjitha mundësit që të bëjë ç'të dojë me Partinë Socialiste. Nëse mbani mend në vitin 2015 përjashtoi Tom Doshin. Në Partinë Socialiste u përjashtua Doshi nga grupi parlamentar, por nuk pati votim, nuk pati debat, nuk pati arsyetim. Thjesht domethënë instikti politik i Edi Ramës ishte që në interesin e tij politik në atë çast ishte që të përjashtonte zotin Doshi sepse ishte bërë i bezdisshëm me pretendimet e tij për konflikt, për atentat, për vrasje etj. Kështu që në këtë pikë domethënë zoti Rama mundet që ta përjashtojë ose jo zonjën Spiropali në varësi të faktit nëse e sheh më me leberdi ta mbaj kështu si telenovel këtë ngjarje apo thjesht i japi fund në një farë pikë edhe nga pikpamja mediatike është shumë e qartë që zonja Spiropali ka akses në media sot. Për sa kohë, domethënë ka mirëkuptimin e zotit Rama që të ketë akses në media, pastaj do të kufizohet te Facebooku i saj personal dhe nuk do të ketë më. E ardhmja e Elisa Spiropalit në Partinë Socialiste do të marrë kohën e vet. Ajo do të jetë si rrjedhoj se deri ku do të shkojë ajo me qëndrimet e saj. Do të mbeten veç të disa fjali të renditura për popullin e Facebookut që shkruajnë për kornizën, por jo për pikturën, apo e kundërta. Elisa Spiropali do të guxojë të flasë me zë e figurë për të gjitha paudhësitë që nuk shkojnë në parti e në qeverisjen e Edi Ramës. Mendoj që e ardhmja politike e saj është e zymt, e djegur, pasi Partia Socialiste ka shumë figura, ka plot figura të tjera. Sigurisht ka Edi Rama plot figura për të promovuar dhe nuk mendoj që një njeri i cili e sfidon në këtë mënyrë Edi Ramën do të ishte i aftë të bëhej sërish partner apo mik me Edi Ramën. Kur një antar i qoftë deputet e Partisë Socialiste, qoftë ministër, grindet ose ka për kënaqësi, shkakton pa kënaqësi, ndoshta edhe pa faj, ndoshta rastësisht, shkakton pa kënaqësi te Edi Rama, ai është politikisht i vdekur. Edhe Arben Ahmetaj bëri denoncim edhe në disa raste denoncoi gjëra që ishin shumë konkrete dhe shumë të dëmshme për Edi Ramën. Ai natyrisht është i vdekur politikisht sepse Partia Socialiste nuk është një parti politike, është një korporat me një kryetar, me një drejtor ekzekutiv. A mund të jetë Elisa Spiropali magjari i Partisë Socialiste? Është e pamundur domethënë që të shohësh te zonja Spiropali një person që të ketë energjitë politike për të krijuar një lëvizje politike që brenda 2 viteve të ardhshme të ndryshojë, sepse edhe në Hungari megjithëse ishte si thua oligarki dhe kishte shumë kontroll të qeverisë me media, prapë kemi të bëjmë me një vend që është më i pasur se Shqipëria, ka më shumë ekonomi private se Shqipëria, ka më shumë mirëqenie, ka më shumë njerëz të lirë si pasojë si thua e faktit që nuk është aq e varfër se Shqipëria. Ka shumë njerëz që kërkojnë të bëjnë magjarin e Hungarisë, por në fakt në Shqipëri thjesht janë magjar dhe magjarica në kuptimin shqiptar të kësaj fjale dhe nuk ka asnjë shans që të bëhen si kryeministri i sotëm i Hungarisë, sepse ai kishte punuar për këtë punë, kishte shumë ide, kishte mbledhur njerëz, kishte krijuar frymë, vizione të tjera. Çfarë fryme krijon një njeri
që hedh një llaf në Facebook edhe qohen 1000 të tjerë për të nxjerrë se çfarë do të thotë. Cila është pengesa që si në të kaluarën dhe në të tashmen, asnjë prej socialistëve kritik nuk e doli të dobësoj Partinë Socialiste e jo më të shkojë më tej. Zonja Speropali nuk ka kartën morale për të mbledhur deputet tjerë. Kur nuk është jaft një socialist i vërtet, siç është Erion Braçja, që ta marrësh me vete dhe ta kesh pjesë të ideve ti mendon se përfaqëson. Kjo tregon se sa e vetmuar je, ku drejtimi autokratik është në bazë dhe në themel. Rama i ka të gjitha gjërat në dorë, për sa kohë domethënë nuk është sfiduar politikisht nga një numër shumë i madh njerëzish. Nuk shoh asnjë disidencë që të jetë mjaftueshëm e fortë për të përballur qoftë me mentalitetin, është partia që vjen nga periudha nga partia e punës. Para se një socialist të kojë në burg të thotë shprehjen e famshme partia ime më burgos. Këtë kontekst domethënë e shoh të pamundur që ajo parti të ndryshojë dhe të bëhet demokratike. E shoh si një grup interesi i cila rrezikon të shpërbëhet në çastin që të bjerë nga pushteti. Një kryeministër i jashtëzakonshëm si Edi Rama që si luk kursur ambasadorit rus në mes së mbledhjes së Këshillit të Sigurimit. Ne socialistët shqiptar kemi dëshmuar se dim të marrim përgjegjësi dhe të jemi përgjegjës për fatet e Shqipërisë. Ky është destini ynë të cilin e ka gdhëndur në mermer vullneti i përsëritur i qytetarit shqiptar 8 herë në 9 ballafaqime elektorale të njëpasnjëshme në drejtimin e Edi Ramës. Filozofia jonë politike është një dhe pandryshueshme. Ne socialistët besojmë se suksesin duhet ta ndajmë me të gjithë, se suksesi është kolektiv, po përgjegjësitë janë individuale dhe përgjigjet për çfarë bëhet keq janë po individuale.